Alo? Kapiteneria? Jam Gjergji. Të lutem, cilat vapor hyn nesër në port? 1 minutë. Nesër hyn Parajsa, Taranta dhe Bianchi. Krokodili ka kërkuar të hyjë jashtë rrallë për disa çështje kontraktore. Faleminderit. Do të ishte e mira të vinje vetë dhe jo të merrje në telefon. Më fal Zana. Kemi patur shumë punë. Mos justifiko. Ke bërë shumë Liza. Sot kam prerë bileta për në koncert. Do të vish? Do të mundon të vi. Miropafshim. Miropafshim. Dëshironi lutem? Konjak, kafe. Një paqet cigare. Si urdhron? Një tjetër. Urdhroni. Faleminderit. Kamarier. Vendi i takimit ishte bufe i Liria. Jam i sigurt për këtë. Nuk vërtite kot Nikorras aty. Megjithatë s'duhet ngushtuar artificialisht sfera veprimtarisë tyre. Ata kishin plot rrugë për të shkëmbyer sinjale me njëri tjetrin. Ndoshta edhe për të takuar me ndonjë person tjetër. Në rastin ton kemi të bëjmë vetëm me Nikorrasën. Por atij nuk ju paraqit mundësia e takimit. Hop. Ashtu. Aj. Kuj që bën këti? She. Aj. Hop. Ja.
Qëllofshi. Ja, dhe ky na duhet. Që e mirë të solli, jo. Të lajem. Të lash. Ço këtu e gjetë të lash, kor tukje. Po mi? Ju vaf të mbarë. Plaq të pret. U ga jasë. Se she. Mos, e kapi. Hast të lëshoj tani, ja, s'ke ku shkon. E ka futur në gur, Kujdes! Makë puti, more, drejti, makë puti, more, makë... Ku nadhja ndodhet e vetëmor. Takoj, së shpeti vjen daja. Të lagur që u bërë, bre. Pyta mori të reqit e mori. Mirëmëngjes, Beta. Mirëmëngjes. Një kafe dhe një aranxat për mua. Dhe një çokoladë për ty. Pse ka që kavalier sot? 2 byrek. Urdhro. Ç'është këty? Më është bërë rodhe, Daniel. Një suratesh si ai? Një kafe të. Po. Urdhro. Pse unë bë kështu? Nuk I ke ngjarë
Ishte bukur shejtanka, vishe shumë mirë. A ka patur njëri jashtë shtetit? Njerëzit thoshin se plashkët e sillte i vllai. Nuk e dini çfarë shteti jetonte. Për këtë ju ndihmon Thimi Dino. Ai kishte shoqëri me Veronikën. Kush është ky Thimi Dino? Revizor në portë. Mirdita. Alo? Të kam thënë, do të mësohesh me ikët dhe ardhjet e mia. Alo? Kapiteneria. Nuk kam kohë të tepër. Dhe unë jam në orarin e punës. Edhe 2 minuta shkon ora 3. Po të pres për jashtë. Po? Kuptova. E qezëm? Oh, ma ndis pak të lutem. Po. Me jepe mua një. Ore Thimi. E njeh ti atë oficialin? Cili? Të pash në mëngjes që po bisedonje. Po. U interesua për problemet e ndërmarrjes. Pse si e ke hallin? Ja marrë kot. Do vem nesër për peshk. Të shojmë, o Thimi. Baba, Prapa i? interesohet për punën. Ja unë për punën. E shumë këti me të. O baba, ti kot nxehesh. Ai që ka mendime të mira vjen e troket në shtëpi. Daj po, si nuk u bëti gjallë tër këto kohë. Ju e dini që unë kisha mbetur fare vetëm. E di, po edhe neve na kishte marrë malli. 1 minutë. Ka mundësi ju lutem? Urdhroni. A mund ta marr Daje në shtëpi? Po si jo, që ta shti po të doni. Ju falenderit. Mirupafshim. Vem nga shtëpia. Jo tani e dashur, Po unë me zi e kam pritur këtë ditë. se dhe as pak ndyshim. Po më pëlqen reatia. Mosha bën të vetëm. E po, mirë atëherë një vizitë. Patjetër, shpirt, patjetër. Bile do shëtisim bashkë. Do më shoqërosh ti në një qytet, Me kënaqësi. Urdhroni, ju lutem.
I be, Po, dali me shëtesim pak. allajt. Ja ke gëzno. Po të kryen aksionit në objektin AVB, do krijon shqetësime të mëdha në furnizimin e popullsisë në ushqime. Do të mulloj sheqeri, orizi, vaj, kapja. Kur I përmend kështu duken gjëra të vogla, por në fakt janë të mëdha, sepse ngjallin pak kënaqësi dhe mosbesim. Mosbesim? Ja, kjo është më e rëndësishme. Prandaj dhe ne nuk duhet të heqim dorë nga disa aksione tona aty. Ndërhyrja dhe zvarritja e disa aksioneve të firmave të huaja. Nxitja dhe rritja e çmimeve në kushtet e krizës botërore. Destabilizimi ekonomik do të sjellë humbjen e besimit politik. Unë mendoj të kërkohet informacioni sakt për rrjetin e furnizimit, për sasinë e madrave në depo dhe vend ndodhjen e rezervave shtetërore. Pa dyshim, koleg. Ta aktivizojmë dhe 44. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar zonjë shtëpis. Gëzuar? Ishte erdhët? Gëzuar. Gëzuar ju tjetër. E po? Na udhënë në shtëpia? Linaçin. Ti e di si e bëjmë në likop. Do mbetet qefi po se. Ju falenderit me dime. Faleminderit. Dhe të na urdhëroni nga shtëpia me gjithë dajën. Faleminderit. Ç'ishte kjo kërkesë kaq e mungulse për të ardhur ne? Nuk e kuptoni se kështu mund të dekonspirohemi? Duhet ta kuptoni, zotëri. Nuk është e lehtë. Janë zbuluar disa grupe. Gjarë pridonte të verifikonte nëse udhëzimet vinin vërtet nga ju. Kohët e fundit nuk keni bërë asgjë. Nuk u jeni bindur udhëzimeve tona. Duhet jetoni këtu që ta kuptoni. Dëgjoj. Detyra e parë është të reaktivizoni grupin. Të tjerët do t'ju them më vonë. Lidhjet do t'i mbajmë nëpërmjet mbesës. Vapori erdhi. Siguroni kalimin e televizorit në dogan. Krahas zgjerimit të rrjetit, të organizohet me njëherë aksionin në objektin A. Një mbrëma. Ku janë peshkatarët? Gjuhë ti. Ka kërkon? Çalamani bën të falat 44-s. Unë jam Lutfi Zhurba. Çalamani ta kthen parangallin me gjithë flutur. Po të I kushe? Çalamani urdhëron të vish në Durrës si të marrësh udhëzimet. Alo? Shokullazi? Jam Alfredi, ju flas nga dogana. Kam një problem të rëndësishëm për të biseduar. Sot në mëngjes më takoi Koço Bimo, berber në rojtoren speciale. Ishte I interesuar për një televizor që I kishte ardhur nga jashtë. Më ofroi një shumë të madhe lekësh që ta tërhiqte patjetër sot. Unë dyshova. Me specialistin konstatuam se brenda në televizor ishte montuar një pjesë përbërëse që përdoret për radio të marrëse dhënëse. Alo.
Kjo vrasje pa dyshim ka lidhje me televizion në Doganës. A dihet se me kjo është takuar viktima para vrasjes? Berberi ka qenë jashtë kontrollit ton, por djene mëngjes tek ai është shkruar Niko Rasa. Ku ndodhet Nikoja? Sot është kthyer në Durrës nga ora 10. Ka qenë në Vlorë. Nuk dihet përse e bëri këtë udhtim. Mos kemi të bëjmë me një alibi? S'ma merr mendja. Dikush i ka informuar që në televizor u zbuloi një tranzistor për Radio Mars e Dhënca. Po Elizabeta deri në çor ka qëndruar me Dajn. Deri në orën 22:55. Vrasja është kryer para orës 22. Krimi është bërë me thikë të elmuar. Më dukesh e shqetësuar. Beti, diçka të mundon. Jo. Megjithatë kam frikë. Sakrifikojmë pa e ditur pse. Mos i treguar e pa kujdesshme. Unë kam shprehur gëzimin për ardhjen e Dajës. Jo e pat vetë. Nuk e pse trembesh. Rasti e Berberit nuk duhet të ndodhte, por ishte e domosdoshme. Mund të zbulohesh. Përdajnë. Qin. Sante e bërë e mrekullueshme. Ke kohë që më ke harruar. Ti e di, kam qenë e zënë me Dajën. Bet, si shpesh vjen nga bufeja i shoferi. Si çdo klient. Një ditë, do t'ja thuaj Turin't. Të lutem mos bëj skandal, se nuk është mirë as për mua edhe as për ty. Atëre du t'a përzesh që të shmange shereve. Mos bëj kështu, Daniel. Këtë orë me dha Daja për ty. Oh. Ndërsa kjo duhet shitur. Sa? 10. Miniera ari gjengër ka i Dajit. Grazie, amore mia. Rararari, rarirara. Kam një bisedë me ty. Daniel, ti e aty? Unë jam nën. Që erdhe birë. Çdo për me. Daniel, ti e një kontrabandist. Për këtë shpifje unë të thyje Turin. Leri Trimërit. Ne dim për ty më shumë se ç'di ti për veten tënde. Cili jeti? Jashtë e njohur me një dyqanxhi. Ta prishi mendjen me disa raqe. Pastaj të njohur me të bjondinë. Të hoqen nga marina për kontraband. Por ti përsëri vazhdon. S'është e vërtetë.
ke tjetër qëllim. Shpis se ke hallin e Elisabetës. Nuk ta nget kush Elisabetën, ja. Për shto për me? Unë? Asgjë. Kush atëherë? Dyqanxhiu, që të mbushi me raqe. O, sot. Po çfarë doni nga unë, xhanum? Mjafton. Blidhe mendjen. Dëgjoj këtu. Daniel, do vish të hash dark morbir. Ç'është kjo? Për ty pra? Sot mbush 25 vjeç. Faleminderit. Ku e gjete? Evës se kush ja dha. Kam porositur dhe një pulovër. Po gjë tjetër ke porositur? Jo. Pse? Do të më veshësh mendimin e kontrabandistëve? Eva nuk është e tillë. E gjitha tonë do t'ja kthej që nesër. Jo. Më mirë pyete se kush e jep, por para nëse. Ky është Lutfi Zhurbe, peshkatar. Siç na njoftojnë shokët e Vlorës, këtë ka takuar Nikorrasa natën që u vra Berberi. Ka qenë ndaluar një herë, po është liruar për mungesë provash. Nga ajo kohë deri tani ka ndenjur në heshtje. Siç duket, ata po riaktivizojnë gjithë grupin. Do të marrësh autobusin në kohën kur mbaron turni i parë. Do të zësh vend në fund. Zot, sa frikë kam. Përse duhet ta takoj unë? Ne duhet të dublojmë njëri tjetrin që të mos bijmë në sy. Do të marrësh autobusin në kohën kur del turni i parë. Do të zësh vend në fund. Na more frymër më shumë. Oh, që nge delikate, zot Rode.
Nuk e shikon këtu se ç'bëhet? Guxon edhe tallësh, ë? Të kesh turkish. E di ç'ke? Po çfarë? Merë më mirë një taksi në dispozicion, më nëse. Ja do të marr dorën ty. Mos u bëj kurioztare se e paguam me kokë. Elisabeta! Pse qënë? Mos më prej, po të them! Nuk të shodot më. Nuk ju shodot që të gjithë me ikni. Ju urrej! Ç'ka ndodhur, Beta? Kam frikë. Po më ndjekin. Kush? Ai revizori. Kush revizor, më? Thimidino! Më lini të qetë! Më lini të qetë, dua të jetoj! Ishte të rrugën brapë me. Do të rastësisht i ka në rrugë këte. Jo. Se kuptoj përse më thiri Gjarpri. Ai nuk u duk fare. Çantën e kontrollove? Jo. Po kjo ç'është? Këtu janë disa kuadro filmi që do t'ja jepësh Dajs para se të niset. Kurse mesazhin do t'ja thuash me gojë. Nesër Daja e Rem do të largohet. E çfarë mendoni të bëjmë? Ta arrestojmë. E çdo nxjerrje nga kjo? Ai s'ka për treguar asgjë. Ta detyrojmë. Ne nuk kemi fakte të rëndësishme. Pastaj, ku e dim se ç'lidhje kanë brenda agjenturës? Ndoshta veprojnë në mënyrë të pavarur, pa e njohur mirë njëri tjetrin. Këtë na e ka treguar përvoja. Atëherë ta lëm të shkojë. Nuk është me pasojë. Ai mund të marrë me vete materiale komprometuese. Në qoftë se do të arrestojmë Dajin, armiku do t'i fshihte mirë këmbët dhe veprimtaria jonë do të mushtohej shumë. Megjithatë, nesër do të vendosim në do ta lëmë Dajin të shkojë apo jo.
harrova diçka. 1 minutë, lutem. Ju lutem, 2 pako llokume dhe 2 shishe konjak. Shkruaj 2 pako llokume 2 shishe konjak. Ju lutem, pasagjerët e avionit të linjës të bëhen gati për nisje. Your attention, please. Passengers to be ready to board the plane. Në objektin a filloj puna. Fëmijët i pus nga larg, dhe mos më harroni. Mendjen të ti e kam. Mirupafshim. Ky material u gjet në pakun e vakumave. Pra si shikoni këtu nuk ka asgjë të veçantë që të na interesoj. Mos kemi të bëjmë me ndonjë bllaf. Shikojnë edhe këtë, shef. Vrasi i berberit duhet kërkuar në mes të këtij grupi. Asnjë nga këta që shohim nuk del të ketë marrë pjesë të krim. Atëherë në grup duhet veproj dikush tjetër. Ky dublim daj çalaman si më është dukur. Ja munduat të gjej arsyen, por I kam parë shumë herë këto foto. Se që janë disa gjeste që të bëjnë të dyshosh. Se këtu kemi të bëjmë jo me një dublim, por me një dyshe klasike, shef vartës. Pse duhet vinin të dy? Për të dhënë rëndësinë e duhur detyrës. Le të bëjmë disa deduksione të thjeshta. Fotografitë që I gjetëm Dajës na japin një farë gjeografie të veprimeve që mund të ndërmarrë agjentura. Elisabeta priti Dajën në Rem. Pranë tyre u pan televizin Niko dhe Lutfiu, I cili erë nga Vlora. Kjo hollësi s'duhet harruar, sepse vërteton se këtu mund të ndodhë diçka. Ardhja e Dajës dhe e Qelamanit nxiti reorganizimin e grupit. Vran berberin për të mos u zbuluar. Duhet në shqetësoj edhe ky fakt. Itinerari Nikos në këtë kohë ka qenë nga magazina e portit tek rezerva shtetërore, ngarkon dhe shkarkon mallra. Me sa duket armiku ka për qëllim të godasë ekonominë tonë. Ashtu mendoj unë. Prandaj lam Dajën që të largohet, që grupi të veproj, por nën kontrollin tonë. Isa herë kemi bërë këtë muhabet. Nuk më duhen shoqet mua, koncertet, orare pa orare. Mirë, mos vërtet. Pi kafen se për ftohet. Si të mos për tasmoj, nuk kam shtëpi unë. Po ke, mos I s'ke shtëpi. Oj, I piri botë, syne dhe në zyne e saj, si në shtëpinë e vetë. Kurse mua as më vren fare, as syt nuk I hedh, se gjoja nuk e di që jam I ati. Që më mërzë. Më lasë me këto grepa. E më I sikur u lodhe zatrote. Po me nga dalë, para, se s'po të ndjekush nga brapa. Po e kemi lënë me timin të vemi heret sot për peshk. Lere thimi se na mërzite me të, po të pleqërojmë punën e vajzës. A ideali kërkon të bisedoj me ne. E mbylle gojën, se nuk flet. Po mirë më I grua. Unë jam ankuar për ato përshpëshet që bëjnë për qoshe. Kam shtëpi unë? Ha?
Urdhër dokumentet. Madale. Po kjo është. Po ti që ke atë cigare? Nuk e shikon se këtu ka 100 milion lek? Nuk e ndez, ja. Ma e shkrepse. Ashtu. Kjo fletyrje e vitit 1982 nuk rekordohet me fletdaljen. Tërgoja magazinjerit. Shoku Qazim. Urdhëro. Ka vite mërë qasë, që në magazinën tonë nuk ka pasur ashqesimin më të vogël. Ndërsa tani, 1 milion. Nuk është e mundur. Kjo faturë nuk është e rregullt. Ka një gabim këtu. Shikoj e mirë. Firma jote është ajo? E imja. Po atëre. Ka një gabim këtu. More thimi. Sikur të shikonim një herë në magazinat ndimse. Ka gati 3 vjetë, more qasë. Malli ka lëvisur. Ku ta kërkosh? Nuk kam faj më beso. Edhe ti dyshon. Të besoj, qazë. Ma ndihmo për kokën e asaj vajze të vetme. Nuk kam faj. Më vjen të pëlcas. Nuk kam hall burgun, po do të njollos vajzën për tërë jetën. Po si t'jo mbëllgojën atyre që e zbuluan. I thonë 1 milion. Që po mendon? Po mendoj se si unë shoku i ngusht. Me dorën time do të firmos aktin për në prokurori. Se nuk e bën gjarë për i vetë të punë. Apo i ruan kokën e vetë dhe vend peshore kokën time. Ty nuk të njekush. Nesër kthesh në Vlorë. Po si kur të në njohim. Dëgjoj këtu. Qazimi duhet atik me çdo kush depo. Po në qoftë se nuk pranon? Nuk ka nga e mba. Të dhenat për të i more. Tregoj San Finok. Qazimin do të atakosh tek qebaptoria e vogël në lagjen e vjetër. Aty zakonisht ai pindojnë gotë. Për shpirtin e tim vllai që ti e ke patur mik për kokë, do ta pish me fund. Nuk munde më. Hajde gëzuar. Nuk mba do të më. Gëzuar. Pije. Hamar marbur. Gëzuar. Dhe mos u mërzit se do të ndihmoj me çdo mundem. Hajde gëzuar. Gëzuar Qazim. Babi nuk e ka patur zakon kur të vi ka qenë. Kush e di, ka takuar ndonjë shok. O mami, këto ditë babin e kam parë shumë të shqetësuar. Mos vall nga shkaku im. Jo, të keqe, nëna nuk ka asgjë me ty. Po që është i shqetësuar është.
Të ka thënë ndonjë gjë? Nuk flet fare, me qitë se kam pyetur disa herë. Kjo punë rregullohet lehtë. Kalli zjarrin. Punë që s'bëhet. Është e vetmja rrugdalje. Janë 1 milion, e kupton? Shpëton veten dhe shkatërimin e familjes. Mendo gruan edhe vajzën. Do të ndihmoj unë. Miku në ditë vështira njëhet. Shko merr qelësat edhe hajde shpejt. Shko shpejt. Mami. Që e bërë kështu mor ditë zi? Iqe gjaketën se je bërë qullë. Po. Na. Mere peshqirin dhe fshiu. Dua të takoja të djalin. Pse? Për një çështje me shumë rëndësi. Nesër të dali drita një herë. Kush është? Jam Thimi. Mirë mbrëma. Është Qazimi? Po, brënda është. Kishtë ardhur nga shtëpia, po nuk më gjej. Hajde Thimi, hajde. Si u ngryse? Jam i serdhe, urdhëro. Na lër pak vetëm. Më hodhi një mendim maskaraj që unë t'i vija zjarrin magazinës. Ty shova të ka njeri. Nuk më duk si vëllai Hekuranit. Ta kishe mbërthyer për gryke? Kutova. Pak mërzia, pak rakia. Po ftyrën ati qenit nuk do të harroj kur. Na futen bela, more Qazo. Asun nuk di se si të veproj. E di ti se unë akoma nuk kam mjaftuar prokurorin, se duhet i verifikoj edhe njëra ato dokumenta. More Thimi. Të besoj, more Qazo, të besoj, por... Urdhëroni. Faleminderit. Gëzuar. Gaspaçi. Të bëftë mirë. Ti duhet njoftosh me njerë. Nesër është vonë. Atëre duhet i themi të gjitha. Kështu është më mirë. Kështu. Unë i ka natën e mirë. Natën e mirë o Thimi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shko merr qelësat edhe hajde shpejt. Ti duhet njoftosh me njerë. Nesër është vonë. Ku po shkon babi? Nuk e di.
vdekin. Jam plagosur. Shpejt, pas me. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si ndolli? E goditën mes rrugës dy njerëz pa njohur. Donte të bisedonte me ty. Tunja tjetër. Tunja tjetër. Mirë mbrëma. Doktor. Është goditur me një sëndë fort që i ka rëshqitur majtas. Pa mos u shqetësoni, se do t'i kaloj. Semën e ka të fort. Më falni. Jam shok dhe komshi Qazimit. Po? Desha të bisedoj me ju. Emisioni ynë në gjuhën shqipe do të transmetohet në orën 23:00 me valë të shkurtra 12, 19, 27 dhe 17 metra. Rezultati i autopsisë? Po. Lutfi Zhurba nuk ka vdekur nga plaga në këmbë, por nga një thikë e helmuar. Shenja e thikës dhe helmi janë të njëjtë me ato që shkaktuan vdekjen e Berberit. Kush është vrasi? Nuk e dim. Mos deshe të thuash gjë? Duke patur parasysh të dhënat që morën mbrëm nga ushtria, agjentura mund të ketë dhënë udhëzim që ky aksion të quhet Vala 17. Ide interesante. U vërtetua se deficiti në magazin është i sajuar. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të dëmtojnë pronën socialiste, por të krijojnë panik dhe pasiguri. Shokolati, dikush do të bisedojmë ju. Le të hyj. Ha, mama. Urdhë. I hapi syt? Po. Të njohu? Po. Pyeti për mua? Si e kam shpirtin tim. Putën e të dyja faqet. Mama, sot jam shumë e lumtur. Mezi presa të vi. Po. Mama, më fal, të marr vetë më vonë. Të lutem, ditën e mirë. U gëzova shumë për babajnë që i kishe mirë. Faleminderit. Çfarë portua ju me datë 17? Pret ndonjë njeri? Jo unë. Ai Orës. Atë kujtohet. Mbase ka ndonjë gjë edhe për neve. Ata interesohen se cilat vapor të huaj hynë me datën 17. Kjo datë na kujton Valën 17. Ju kishit të drejtë. Në këtë datë diçka duhet të presim. Cilët vapor hynë me datën 17? Revenska, Ortana, Harka dhe Krokodili.
Dinamitin duhet asigurosh deri në datën 17 bashkë me makinë. Për të tjerat, bisedoj më vonë. Veproni si pas udhëzimeve në objektin B. Mbas aksionit, ju presim në vendin e caktuar. Do me thënë, në hallin e hotelit kanë bërë edhe takimin e parë. Jam i mendimit të veprojmë me njëherë. Edhe unë ashtu mendoj. Të arrestohen të gjithë, duke filluar nga Danieli, por pa zhurmë. Unë e njoha që nuk ishte daja im. Por më joshi me disa peshtjeshe shumë të shtrenjta. Ti i ke dërguar mesazhe dhe porositë e darës Niko Rrasës. Kush është kryetari i grupit tuaj? Gjarpri. Por unë nuk e njoh. Nuk e kam parë asnjëherë. Kush është kryetari? Kryetari? Nuk e di. Nuk e njoh. Unë njoh vetëm Nikon dhe Elisabetën. Jam marrë vetëm me kontraband. Nuk di asgjë. Më premtuan para. Më besoni, unë nuk di asnjë gjë tjetër. Cili është qëllimi juaj? Nuk e di. Di vetëm që Nikolasa do takoj me një ushtarak. Mos është ky Gjarpri? Nuk e di. Ndoshta. Vetëm një herë e kam parë me Nikon. Ai do t'u gjente armë dhe dinamit. Do t'hidhni në erë një objekt shumë të rëndësishëm. Po tjetër. Unë nuk di. Urdhërat shelset. Makina e tek është. Në rregull. Tek vendi i caktuar do të gjesh udhëzimet për mëtej.
Nuk di asgjë tjetër. Dinamit ma kërkuan për gjotur peshk. Mos gënje. Kjo letër që s'arritë ta merrje, ishte për ty. Nga I merri uzimet. Unë njoh vetëm Nikorasën. Ku po qën Nikorasa dinamitin? Alo. Po. Dëgjoj këtu. Të gjitha dosjet I nisen me njerë hetusis. Qartë? Cili je ti? Shpret. Nisu. Ndjeki. I ke në rregull dokumentat? Po. Rezerve shtetërore. Si më dëgjon, marrje. Ju dëgjoj mirë, marrje. Makina Zuk me targ UP 01062 të mos lejohet t'i afrohet objektit. Është ngarkuar me dinamit. Në kthesën e parë djathtas fiki drita dhe ktheje makinë. Të ikim. Të shpëtojmë kokën. Pa edhur ne rezervën shtetërore, s'kemi ku shkojmë. Pjetuj. Mu tha Gryka. Nuk mundem të nuk mundem. Shtu më rejtë shkëmandur. Kujdes! Kujdes! Pa e makinën. Freno!
Thimi Dino. Qarpri. Dino, të dalin dhe të tjerët nga makina. Niko Rasa, dil nga makina. Nuk del dot. Gjergji. Ktheu mrapa. Ja!